Nëse vini nga një familje e varfër, nuk do të bëheni dot kurrë i pasur. Nëse vini nga një vend i vogël, i panjohur, nuk do të mund të bëheni kurrë i famshëm. Nëse jeni 40 vjeç e ende i pamartuar, pa familje, pa pasuri, pa një punë të mirë, jeta juaj ka marrë fund. Pralla. Këto janë shpëlarjet e trurit që i bëhen njerëzve, për t'i bërë të mendojnë që nuk do të mund t'i arrijnë kurrë në jetë, për t'i mbajtur të bllokuar, të frenuar, dhe maksimumi t'ju shesin të famshmin ligj të atraksionit. Prandaj sot dua të sjell historinë e një portieri 40 vjeçar që në botën e futbollit, të botëror të futbollit, së bashku me skuadrën e tij, nga një pikë e vogël në hart, ndryshuan i përmbysën të gjitha llojet e rregullave që bota ka njohur deri tani, duke i kthyer njerëzve atë gjën, atë fjalën e rëndësishme që ishte harruar, shpresë. Dhe nëse ti je lodhur duke punuar ndershmërisht, se të kanë thënë që ndershmërisht nuk funksionon më, janë të i kaluar dhe të dalla mode dhe je i mërzitur duke parë se si të tjerë çajnë rrugët e jetës me hile gjithmonë, ndiq deri në fund, sepse deri në fund të kësaj serie do të kuptosh se ku qëndron forca jote e vërtetë. Përpara se të vazhdoj këtë histori madhështore, të doja të falenderoja të gjithë të abonuarit e ri që vinë, mirë se vini në këtë hapësirë në të cilën deshifrojmë pushtetin, mindset, mendsinë, skills, aftësitë, por edhe artin e të jetuarit bukur edhe me dignitet. Mirë se vini. Unë në fakt ka kohë që nuk shoh futboll. Nuk shoh futboll më që kur nuk janë më Pelé, Kaka, Maradona e të tjerë që nuk bënin futboll thjesht për lojë, ata bënin art, dhe luanin bukur, dhe luanin fort, luanin pastër, dhe përçonin vlera me lojën e tyre. Dhe me thik në përdhëm duke sjell edhe në memorje të të gjithëve kujtesën e popujve të tyre, rivendosje në vend të drejtave, të vendeve nga viti. Ndërsa sot gjithçka për mua është e shitur. Gjithçka është thjesht një lojë mes korporatash dhe pasurive të mëdha. Derisa vjen ky kampionat dhe shohim një lojë të bukur, të vërtet, të sjell me pasion dhe me shpirt, nga skuadra të vogla, nga skuadra nga vende që nuk njihen, që i shohim që të gjithë bashk fillojnë dhe po përçojnë ca vlera tashmë të harruara. I shohim teksa luten me kundërshtarin, mblidhen bashk dhe luten bashk në fitore dhe në humbje. Dhe njerëzit fillojnë dhe kuptojnë që shpresa ekziston, që kjo fjalë që na është thënë se duhet tashmë harruar, se vlera tashmë kanë dalë jashtë mode, në fakt këto skuadra që e luajnë me të vërtetë futbollin, që me të vërtetë duket sikur është një lindje dhe vdekje në atë fushë në momentin që fitojnë apo që humbasin, që e kanë sportivitetin, po përçojnë edhe vlerat, po sjellin në vëmendje vlerat. Dhe këtu njerëzit kuptojnë se sa të ngjashëm janë. Bile këtu më kujtohet një moment shumë i bukur nga Bujara Sqeriu, aktori jon, i cili në një takim me ministren e kulturës i thotë: "Zoni, thot, po ti thot kujton, thot në një president ose kryeministër të Brazilit, njeh ndonjë i thot?" Jo, i thot se ato nuk i njeh, po Pelen e njeh. Dhe Pelen e njeh gjithë bota, sepse Pelé ka bërë art. Dhe arti, një lloj si leadershipi i vërtet, nuk ka nevojë nga politika që të validohen. Ushqehen nga karakteri. Par excellence është rasti i Bozit. Vërtet bëri mahniti botën mbas tij. Imagjinoni kjo skuadër. Vjen nga një vend që është sa një pikë në har. Është një ishull krejtësisht i vogël, ka 500.000 banor, 1 milion janë të shpërndarë në botë. Njerëz të thjesht, me probleme ekonomike, njerëz që bëjnë nga 2-3 punë, që bënin nga 2-3 punë për të mbajtur familjet e tyre dhe vetën, arrin të përballen me përbindshëm të
si arrin që këta njerëz që nuk kanë aspektin teknik, nuk kanë mbështetjen, nuk kanë milionat, nuk kanë pasurinë, nuk kanë llastimin edhe mirëmbajtjen që ju bëhet sportistave dhe skuadrave të mëdha. Si është e mundur që këta arrin këtë lloj fitore? Këta lloj njerëzish që në përditshmërinë e tyre kanë këto lloj problemesh, që nuk janë të mbështetur nga askush. Si është e mundur? E mendonin të pak? Ata kishin vlerat, ato vlera që njerëzve sot ju thënë, që kanë dalë jashtë nga moda, që nuk funksionojnë më. Vozinja, portieri i tyre, del përpara kamerave dhe në intervistat që jep, ai flet, dëshmon që jemi të vegjël ne, thotë, zemrën e kemi të madhe, sepse gjyshrit dhe prindërit tanë, të varfër, të munduar, kanë sakrifikuar gjithë jetën e tyre për të na edukuar dhe për të na dhënë ne këto vlera që kemi sot, këto arritje ku po mbërrim sot. Thjeshtësi, urtësi, punë, disiplinë, përulje, por kur gjujsin. Në çdo intervistë po ta shikoni, ai ka një qetësi edhe çdo fjalë që thotë është e peshuar mirë, se është fjalë e dhimbshme që i ka peshuar në lëkurë Vozinjës. Vozinjës sikurse edhe gjithë të tjerëve prej atij vendi në vinë. Vozinja në fakt do të thotë gjysha në gjuhën portugeze, sepse Vozinja edhe kur ishte fëmijë luante me këtë pasionin e madh që kishte, por luante me futboll, me djem shumë më të mëdhenj se vetja, edhe fizikisht edhe në moshë, dhe ata gjithmonë e tallnin, gjithmonë luanin me të dhe ai atëherë i mërzitur përfundonte gjithmonë tek gjyshja e tij duke qarë, dhe gjithmonë për ta luajtur me të, filluan të thrisnin Vozinja, gjyshja. Pra, mbart historia e Vozinjës, ky underdogu, siç quhet në psikologji, pra ky rasti i këtij lloji personi që me të vërtetë i ka bërë njerëzit të marrosen mbas tij, mbart mbi vete deri edhe këtë nofkën që i kanë vendosur, që i kujton gjithë bullizimin që i kanë bërë kur ka qenë fëmijë i vogël. E megjithatë, 40 vjeç sot, në moshën 25 vjeçare, kur sportistë, futbollistë të tjerë praktikisht lejnë futbollin, ai ende nuk kishte filluar që të ishte një futbollist profesionist. Ka bërë punë të ndryshme. Tashti është elektricist, ose më mirë them ishte përpara gjithë bujës që krijoi në këtë kampionat, dhe përfundon Vozinja në moshën 40 vjeçare në kampionatin botëror të futbollit, merr titullin MVP, me një barazim, arrin të pres 7 topa me Spanjën duke bërë një barazim spektakolar, historik 0-0. Një vend që snihet, një skuadër që realisht nuk njihet fare, me një skuadër si Spanja. I pret 8 gola Argentinës. I jashtëzakonshëm, njerëzit po tërbohen pas tij. Me disiplinë, me përullësi, me rregull. E kanë krahasuar me Dino Zoffin, portierin legjendar italian, njerëz që nuk bëjnë asgjë për të rënë sy. Njerëz që janë të përqendruar tek puna, tek disiplina, tek qetësia e asaj që bëjnë. Që ka edhe një karakteristikë dramatike e Vozinja që jo të gjithë e dinë. Ai ka një lloj kondicioni, një lloj sëmundje të syrit që quhet pterygjim dhe nuk e ka të lindur. Kjo është një lloj kondicioni i fituar nga puna e vështirë, nga lodhja, nga ekspozimi shumë në rrezet e diellit, nga pluhuri, nga sforcimi. Dhe po ta shikoni, unë do t'ju vendos një foto, llogarisni që gjithë këto, për një burr 40 vjeç, në botën e futbollit, të gjithë që e dinë shumë mirë se si janë rregullat, edhe gjithë sforcimi që kanë në këto lloj ndeshjesh, edhe në gjithë atë rrugtimin e tyre në kampionat, shtoni edhe këtë lloj kondicioni fizik që ka perde të syri. Pra llogarisni të gjitha këto lloj elementesh. Kjo është rezilienca. Nuk është thjesht qëndrueshmëri. Kjo është reziliencë. Çfarë do të thotë është reziliencë? Të çohesh nga hiri jot. Pavarësisht çfarë do lloj faze që ti jesh,
pavarësisht traumave që ke kaluar, pavarësisht gjithë vështirësive, pavarësisht gjithë problematikave, ti riçohesh. Mi forcë përpara. Prandaj edhe Vozinja i bëri të gjithë që të rishpresojnë. Ju riktheu besimin, ju riktheu shpresën. Duhet që të falenderoj Iris, e gjeni në TikTok, e gjeni në Instagram. Ajo bën disa reels, disa mini refleksione në 2 minuta fantastike, sepse përveç panoramës futbollistike, sjell edhe këto historitë njerëzore, përveç edhe fakteve socialo-historike, që me të vërtet na bëjnë që të ndjejmë, të emocionohemi, edhe të mendojmë shumë. Edhe ishte fal këtyre reelsave të saj, këtyre refleksioneve, storyve të vazhdueshme që ajo vendoste, që unë kuptova që futbolli ishte rikthyer, që shpresat tek njerëzit përmes futbollit dhe vlerave që ai përcjell ishin rikthyer. Tani dua të flas për leadershipin, për atë çka ju duhet të mësoni, edhe për mangësitë që mund të keni sot në jetën tuaj, për të kuptuar se si mund t'i shfrytëzoni, se ku qëndron vërtet forca e vërtetë e njeriu, dhe se si mund t'ja dalin në jetë. Karakteristikat e leadershipit dhe në radhë të parë arketipi që ka Vozinja është ai i mbrojtësit stoik, heroi stoik, qëndrueshmëria, rregulli i parë, karakteristika e parë. Ai qëndron pavarësisht se çdo gjë rreth tij po bie copash, se gjithë të tjerët mund ta kenë humbur të ruan, ai qëndron shtyll. Për kujdesja. Ai kujdeset për gjithë grupin e tij. Edhe kur gabojnë, ai inkurajon. Por Vozinja këtë e bën në mënyrë shumë të natyrshme, sepse Vozinja ka edhe një element tjetër. Jep energji atëherë kur çdo gjë është kundër, loja është kundër, ai jep energji pozitive, e çon grupin, e çon këmbë, jep emocion, jep energji. E konsiderohet edhe si lideri shpirtëror i skuadrës së tij. Çka është një tjetër rëndësi e madhe, është vulnerabël, nuk i fsheh emocionet. E kemi parë të përlotur teksa tregonte për vlerat e transmetuara nga familja, por edhe për faktin që familja nuk mund të ishte pjesëmarrës në kampionat vetëm për çështje ekonomike, edhe për çështje burokratike. Dhe megjithatë, është vulnerabël, por asnjëherë i gjunjëzuar. Përkundrazi, është me vetbesim, ka dinjitet, ka konfidencë, ka qetësi. Dhe të gjitha këto elemente e bën që të vinte aty ku është sot. E bën që njerëzit, bota të dashurohej me të. Duke filluar nga Beckham e ka marrë në skuadrën e tij, tashti ai ka firmosur një kontratë miliona dollarësh për skuadrën e re që ka krijuar në Miami David Beckham, ose Max Amini. Dërgon pafund mesazhe dashurie nga çdo platformë që performon Vozinjas. Ose Nike e ka marrë për një publicitet të fundit, në Netflix po bëhet peticion që sa më shpejt të bëhet filmi për një dokumentar për jetën e Vozinjas, ose në rastin e Jesus Ortea është një studiues, është një kërkues spanjoll që ka bërë një zbulim më të fundit të një molusku deti, që për hir dhe për nder të Vozinjas e ka pagzuar me emrin e Vozinjas. Pra, këto janë disa nga rastet e këtyre njerëzve që me të vërtet po tregojnë gjitha format e mundura mbështetjen që kanë për Vozinjan, për këtë underdog që realisht tregoi botës që jeta për të përballuar edhe ëndrat për të arritur duan shumë kohë, progresi mund të jetë shumë i ngadalë, kërkon shumë përkushtim, e kërkon shumë impenjim, e kërkon vizioni afatgjat, kërkon durim, kërkon shumë durim. Duhet të jesh një lider me vizion të gjatë që të mund të realizosh gjëra që do t'i qëndrojnë kohës. Edhe i kujtoj botës që ai pozicioni ku ti gjendesh sot në çdo fazë të jetës, në çdo moshë, në çdo vend që ti jesh, nuk do të thotë që është destinacioni jot përfundimtar. Ky ishte leadershipi i Vozinjas. Mbrojtësi stoik, që qëndron me të vërtetë si shtyllë mbrojtje për të gjithë, ai që më shumë se sa përfitimin personal e kërkon me punën e tij që të sjellë përfitim për të gjithë komunitetin, të sjellë të mirë për gjithë shoqërinë. Dhe kjo i tregon njerëzve që ndonjëherë me punën tuaj mund të arrini shumë
shumë edhe për veten tuaj në momentin që bëni një të mirë për gjithë shoqërinë. Tani, ky ishte vozinja, por po sikur t'ju them që ka edhe një tjetër formë leadershipi për të dominuar ambientin tuaj. Një leadership të akullt, të fortë, të frikshëm, imponues, të respektit. Ky zotëria që shikoni këtu mbas meje, unë do t'ju sjell në serinë e ardhshme për të treguar se si vetëm me një shikim ka arritur të mposhtë lojtarët më agresiv të planetit. Me një shikim. Si ja ka arritur? Në serinë e ardhshme. Por ndërkaq, dua t'ju kujtoj që nëse ndodh ndonjëherë që të humbisni betejat të jetës suaj, sigurojuni që të humbisni vetëm si Capo Verde dhe vozinja. Me zemër të madhe dhe luftëtar të vërtet deri në fund. Unë jam Leksa Eterna Lux, ju mirëpres në dekodimin e ardhshëm.